Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Tash vëllezër, Allahun e falenderojmë që na mundsoi arritjen e muajit të shenjtë të Ramazanit. Padyshim se njeriu gjatë këtij muaji e shijon atë që nuk e shijon gjatë muajve të tjerë. Prej devotshmërisë, prej qetësisë shpirtërore, prej unitetit muslimanëve mes tyre, ky muaj në vete ka shumë shkolla dhe ka shumë mësime që Allahu Azza wa Jall e ka begatuar ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me këtë muaj madhështor. Andaj ne si besimtar nuk duhet që të jemi neglizhent gjatë këtij muaji. Ky muaj duhet të kalon me adhurime, duhet të kalon me afërsi drejt Allahut Azza wa Jall, duke e lidh shpirtin dhe zemrën tonë me krijuesin e gjithësisë, krijuesin e kësaj bukurie, e kësaj natyre, ku vetë krijimi i kësaj natyre dhe kësaj bukurie aludon në madhështinë e Allahut Azza wa Jall. Të gjitha drejton dhe tregon se ka një krijues. Nga se thot Allahu Azza wa Jall: "Aruni madha khalaqu min duni." Hadha khalqullah fa aruni madha khalaqu min duni. Madha khalaqu alladhina min duni. Thot Allahu Azza wa Jall, ky është krijimi i Allahut. Më tregoni pra çka kanë krijuar ata të cilët ju i adhuroni zota të tjerë posa Allahut Azza wa Jall. Çka kanë krijuar ata? A do të kishin mundësi ata ta krijojnë gjithë këtë univers edhe gjithë këtë bukuri? Më të vërtet Allahu Azza wa Jall thot: "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab." Në krijimin e qiejve dhe tokës, ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumente për të zotët e mendjeve, ata të cilët i kanë logjikat e shëndosha. Për këtë arsye, vëllezër, ky muaj madhështor i cili ka ardhur është shans e madhe që njeriu të afrohet drejt Allahut Azza wa Jall. Nëse jo tash, më thuaj kur do të afrohesh drejt Allahut Azza wa Jall, kur do të adhurosh Allahun Azza wa Jall, kurse tash i ke të gjitha benefitet, jashtë këtij muaji nuk do të kesh ato shansa të cilat të janë dhënë tash. Andaj kujdes, shfrytëzoje, mos e neglizho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.